Me rastin e vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, televizioni Boeing vizitoi edhe kishën shqiptare Zoja e Shkodrës. Vizita që ne i bëm ishte pikërisht një ditë të diel, gjatë meshës së shenjtë, në të cilën merrnin pjesë shumë besimtar. Që të gjithë besimtarët e tu paksuar në emër Tatit e të Birit dhe Shpirtit Shenjtë mund të dëshmojnë në besnikëri dhe dashuri të lutemi. Që popujt në paqe dhe mirëkuptim të lëvdojnë ty në trinin shenjtë të lutemi. Që të gjithë ata që vuajnë nga smundjet e lloj-llojshme, uria, pikëllimi, padrejtësia, bëjë që të jenë të udhëhequr nga ti të lutemi. Që familjet tona të mos jenë vetëm vatra gjëra materiale, por të jenë të frymëzuar nga ti, që të përparojnë edhe në anën shpirtërore të begatohen me fjalën tënde të lutemi. Po të lutemi dhe me sajt e tyre, e na shëndrot e rëndej, me doratën tënë të ashuar në për Krishtin të Zotin tonë. Zotin qoftë me të arson se, të falenderojmë Zotin hyrin tonë. Prima, është punë e drejtë dhe drejtë, është detyre jona dhe bëjmë të mirë, të falim i derin gjithmonë e gjithmonë, ty o Zot ati shenjtë.
I gjithë pushtetshëm dhe jashtëshëm. Ti bashkë me birin tënd, të një lindur e me Shpirtin e Shenjtë, të një jetë i ty i vete, e një Zot i vete, në trinjin e vetëve e në njënin e natyrës. E vërtet, kanë që ne, të zbuluar për teje, e besojmë i nga ti tënde. Po ashtu e besojmë edhe për birin tënd, e për Shpirtin e Shenjtë. Kështu kur ne dëshmojmë tonë, ne hyjmë e vërtet e të ankshuar, ne njëkohësisht adhurojmë trinin e vetëve, njënin e natyrës, e barazinë e madhërisë. Jezus Krishti, Zotin tonë, e me qepre të fuqishme të Shpirtit Shenjtë, i jetë jetë dhe shëton gjësinë, e vazhdon të bashkosh, e vazhdon vetës popullin, që të kullin vjetin të deri po përëndon, të kushtot në ndërë e ten të lija e panjën. Prandaj, o Zot, po të lutem me përvojtëri, dhe njohur t'i shëtrosh, me fuqin e të njën të shpirë, këto dhurata që sohet për të kushtuar ty, që të bënë. Porti dhe gjaku i birit tënd, Zoti tonë i Jezu Krishti, i cili na udhëroi të kërkojmë këto mistere. Ai vetë, atë natë me të cilën që të traftuar, mori lutje, tu falendërua me lutjen e bekimit. E thërë, u alla në sens dhe të vetë dhe tha. Merë, e hani të gjithë për ti, kë është korpi që do të prijohet për ju. Po ashtu pasë kërdraka, mori edhe peso, të falendëruar me lutje e bekimit, u alla incens dhe të vetë dhe tha. Merrni, e pini të gjithë prej ti, kë është kejtë të gjaku ti, i vestime së redhë të anshuar, të vedhë për ju e për shumë njerëz për panjët e mëkateve. Bëni këtë në përkutimin të. Po të lutem me o Zot që kjo frikë e faltimit tonë, të vnej për paqen e shërbimit të mbarë botës, forcojnë e fejtë dhe dashuri kishën tënë të kulltarë vitorë, bashkë me shërtorin me patën tonë Francesco dhe me i veshmin tonë Timoteu, me urmin ti përgjërë, me mbarë me shtari, si edhe me popullin që kesh përgjërë. Dhe që dhëtë dhe familje sakte, që përmisi sakte që ndërën e pranin tënde, afroj përndejes, o ati në shishën, të gjithë bitë tu të shpëndarë në përgodë. Pranoj në shirë, përndejes në përkrin tënde, vëllesre të motra kanë të vete, edhe të gjithë të drejtë, që në pashë me ty kaljush të kjo jetë. Kur shpresëm së dhe nejtë, pashë me ta, do të gëzojnë për gjithmonë vëndurin tënde.
në për Krishtin të Zotin tonë, në për të cilit i jep botës në çdo të mirë. Të bashkuar një jetë, shpresë dhe dashuri mund të themi. Aty, që shenjë Para se kalojmë në çikët e ditës, një përshëndetje dhe mirëseardhje nga Ujkaj, televizioni Bojen, Imansisë së Madhe, Kryeseria. Përqindjet e zakonshme në buletinin e sotëm, e falenderojmë gjithë personat që kanë kontribuar për hapjen e kishës, si edhe në vend punorëve për shpirtin e zgjegjësinishtajt dhe për shpirt e dashësërane, e Zotë jo shpërblet të gjithëve. Ata paqen dritë. Ka idhen është festa e korpit të Krishtit, këtu në Amerikë i Bashkëria ose konferenca i bashkënore e Amerikës ka kthyr të dielën, të qenë se është festë e ornome dhe të idhen njerëzit punojnë në punë me marrë pjesë, edhe është arsye edhe që kanë kthyr të dielën. Por të qenë se na jemi prej Evropët edhe për çdo ditë që e kemi adhurimin e Krishtit në sakramentin e Shtetit, e që kemi orën e shenjtë, edhe këtë ditë na duhet se na kemi përçu mesh në ora 6:30 të mbrëmjes në ndërmjet të kësaj feste. Sot, sikur se dini, është dita e traditës shqiptare që bëhet në Kensico Dam Plaza në Valhalla. Ka filluar prej orës 12, që më thanë fillon prej orës 12 dhe në ora 7 të mbrëmjes. Atëherë mas do të vazhdojmë me pari, për që kemi pas në qendrën e Avereze. Do të që të merrni pjesë, për se kjo është dita se ma e rëndësishme jo edhe për ne shqiptarët që njohim e dojmë kulturën tonë, traditën tonë, por edhe pak mu të regu dhe njerëzve tjerë se edhe kush jemi na. Jo vetëm sa në ushqimin e nëherë në pije, në gjanët e tilla, por edhe në muzikën, këngën, edhe në kostumet të ndryshme tradicionale të historisë tonë, të kohët tonë. Pra ne jetë duke që me në pjesë dhe duke që mos binë shi, se dhe që ka më ra shi, ka 4 ora, për ma do të menje se në gjusë të tërna ka me në shumë, ka me shku t'i kon tjetër, s'ka më ra. Ju me kohët hyti që të pushteqëm, ati e vidi e shpirt e shenjë. Shkollim faq e neshë o kërë.
Ashtu si çdo kishë tjetër edhe kisha Zoja e Shkodrës në New York merret me aktivitetet fetare. Krahas aktiviteteve fetare, ata një vëmendje të veçantë i kushtojnë edhe aktiviteteve kombëtare. Për të njohur diçka më tepër me këtë institucion fetar, ne ju drejtuam pamunguitarit të kishës, Dom Pjetër Popaj. Po, sikur se shef, kjo është kisha shqiptare, kishë kombëtare që quajnë ta. Kjo është themelu qysh në vitin 1969 në Bronx. Atëherë në vitin 1989 kemi ble trullin e kishës. Atëherë në 95 kemi fillu ndërtimin e kompletimi ka qenë me 1998. Me thamë meshën e Krishtlindjes kemi kremtu këtu atë vit. Kjo është një prej kishëve pothuajse dhe vibrante, ma gjallë, se kjo është sikur se shëllë janë edhe shumë të reja që marrin pjesë në kishë. Ato qenë se nuk ka tjetër kishë shqiptare prej këtu deri në Detroit. Atëherë edhe ma tepër mësojnë edhe populli shqiptare. Atëherë kemi edhe aktivitete tjera që jo vetëm pikpamje fetare, por edhe kombëtare. Kemi sikur se sot që është dita e traditës shqiptare, ku ne përgëzojmë me njëri tjetrin edhe që jemi shqiptarë. Por një gjë që e bën këtë kishë dallume, për sa i përket meshës e rritit është krejt sikur se gjitha kisha tjera. Por është vetëm që është për shqiptarë. Flasim pak atëherë për komunitetin shqiptar këtu dhe për ata të cilët e frekuentojnë këtë kishë. Po, këta pra kemi një popull të shkëlqyeshëm, edhe se populli jonë gjithmonë ka qenë i vujtur edhe në vendlindje, gjithmonë edhe i shtypur prej të hujve, atëherë edhe prej regjimeve. Atëherë ku jepet mundësia popullit tonë gjithmonë edhe përparon. Shifit atë dhe bujaria të në dhe qëndrueshmënia të në përkrahja të në vazhdueshme. Si për shëllet e vetë, kjo kishë vetëm të regon bukurin e popullit që ka në rëndësinë e vetë e dashni që ka për Zotin edhe për njëri tjetrin, sikurse dhe shqiptar. Unë të thamë vetën, të thamë drejtën, jam qysh në vitin 1989 këto. Dhe një vetin jashtëzakonisht të lumtun që e kam një popull kaq të mirë, kaq përkrahas, kaq të dashur. I përkasin vetëm një krahinë apo pa marrë parasysh cilat krahinë apo cilat vende vind? Këtu është si thonë të amerikanë the United Nations, pothuajse Kombet e Bashkuara ose më mirë thënë krahinat e bashkuara shqiptare. Prej Shqipërisë, domethënë prej në jug atje deri në veri, Shqipëni, Malzi, Kosovë, edhe thonë kemi njerëz për gjitha trojeve shqiptare. Rritet çdo ditë besoj numri i tyre, por kjo rritje e numrit bën që të zvoglohet numri i tyre në tokat e tyre etnike. Po të shti, këta janë lëvizjet që janë të pa evitueshme çështja e emigrimit, nërsa është e vërtet nësa përgëzohesh në këtë anë, është ana tjetër që e njehen atë varfërinë. Tash ishe unë në vendlindje dhe shifshe bashkë ata vende ku edhe unë kam lind në të vende, duken sikur se me kanë shkreta, edhe zakonisht unë çdo herë që shkoj atje dhe i falenderoj ata që janë e jetojnë ende atje. Thamë falënderit që ju po i mani gjallë të troje. Por një gjë është e bukur këto, si nga Malësia, si nga troje tjera, nga Shqipëria, të shtë ku thamë Malësia, më të thanë edhe vëlqenë gjitha ato. Por prej Malit Zi, po menoj, është lidhjen mes komunitetit tonë shqiptar edhe vendit të tjetër. Me thamë, gjithë se jemi këto me trup e me jetese, me gjitha, por prapë se prapë kujtimit e kemi, e zemrën e kemi gjithmonë të bashkan gjitën me vlezët e motrat tanë atje. Edhe çdo herë që është nevojë për me një muë, ato që gjithmonë janë të gatshëm për krah, si këto bile ma shumë atje se sa këto. Për arsye se e njihim nevojën më atë për atje. Duke ditur që populli shqiptar ka disa besime, qoftë ai musliman, bektashian, ortodoks, sa bashkëpunoni me ata?
Patjetër, po si jo, unë kam një relacion të jashtëzakonshëm me imamët edhe dervish që kemi pas përpara, gjithashtu disa imam edhe që kanë kalu një jetë tjetër, nuk janë këto, që kemi pas një lidhje shumë të mush me ta. Unë edhe ka njëherë thamë, kjo kishë që është kishë shqiptare, nuk është vetëm e katolikëve, por është edhe tjerë, besimeve tjera, për arsye se i përfshin gjithë shqiptarët. Por është një bashkim, ose jo vetëm pikpamje tolerancës, nga njëherë se toleranca është një gjë që thotë, tash duhet mos sjell mirë se s'kam ç'më bën. Nuk është e vërtetë. Në shqiptar është zemërgjënësia, zemërbërësia dhe është një dashuri që është e rrallë, që nuk e gjen kërkon tjetër, si në popullin tonë. E gjithmonë është, domethënë, këshyrim gjithmonë gjëra që na bashkojnë, jo gjëra që na ndajnë. Është edhe moro që e kam unë gjithmonë. Ndërkohë toleranca ndërfetare gjithmonë ka qenë e theksuar tek populli shqiptar, do thotë kanë bashkëpunuar shumë mirë, po si e shikoni ndër vite këtë tolerancë ndërfetare? Është gjithmonë e më mirë apo është duke u zbehur? Është në vërtetën e te, unë nuk poshtoj një gjë që nuk e kam gjetë. Këtu edhe paraardhësit e mi kanë pas këtë marrëdhënie, me njëri tjetrin. Edhe shef edhe populli jonë ndeshën punë, ndeshën biznes, ndeshën në shoqëri, gjithmonë janë të bashkuar, pa marrë parasysh se çfarë besimit. Na këshirim shqiptar si shqiptar, edhe e këshirim se na është një Zot në qiell, edhe në një komë në tokë, nuk jemi me dy zota, me dy komë, edhe ne jemi një Zotit, një gjakut, një kulturës, një gjumse, një flamurit, dhe gjitha ta është me këshirën pikpamjen kombëtare. Po gjëja kryesore që na bashkon është i herë atë çka jemi shqiptar. Edhe që jemi prej Zotit dhe i takojmë Zotit i herën, atëherën janë të gjëra tjera që në të bashkim edhe e gjejmë edhe bashkimin me njëri tjetrin. Na flisni pak për aktivitetin e ditës së sotme, një aktivitet i lirë, për çfarë bëhet fjalë saktësisht? Po është kremtimi i traditës shqiptare. Kjo ka filluar të sa vite që kemi këto. Nuk është vetëm sa përmes se ne e njohim traditën tonë, por është kremtim i saj. Dhe pak edhe me bën të njohur edhe në popull të tjerë. Aty kanë me marrë pjesë edhe amerikanë prej grupe etnike të ndryshme që vinë atë me pallë, ata me mësu për shqiptarët. Edhe sikurse edhe na marrim pjesë për shembull në grupe etnike në çka do që të jenë, me thënë, aktivitete të ndryshme. Po këta është më tepër si një ditë kremtimit e edukimit edhe për fëmijë, që mos me pas ata që lindin të shqiptarë, sidomos, që mos me pas atë, si me thënë, atë mungesë, me atë mungesë në jetën e të në oqyri për shembull popull tjerë si ka në ditën e traditës tëre e ne s'kemi kur gjë. Kjo është me dhënë edhe të mundësi edhe me kenë krenar, me kenë shqiptarë, si ne kemi shumë gjëra të pasura që ka njëherë nuk i di mas nënë, se menojnë se janë të huja, për në vërtetën janë tonët. Edhe sikur se thonë edhe ata që na i kena marrë prej tënë, po na thojmë se i kanë marrë prej nesh, të është kush ka kanë më i parë. Por nuk ka rëndësi se ku e tek, por është me thënë një ditë që na do të me kanë krenar, që e kemi këtë traditë kaq të pastër, kaq të lashtë. Një mesazh juaj për të gjithë teleshikuesit e ekranit ton? Po të vazhdojmë një të gjana që na do të me mburë me ta, sidomos edhe në herë mos me harru se kush jemi, edhe që jemi vllazën e motra, edhe që kemi një Zot në qiell që na bashkon e adhurojmë, edhe pa marrë parasysh se çfarë besimesh. Një tjetra është mos me harru gjuhën, mos me harru kulturën, mos me harru se kush jemi. Ta janë dy gjana që është me shërby Zotit, por me shërby edhe njëri tjetrit. Ta janë mesazhi. E të munami sa ma tepër me kënd bashkum e me ndihmu njëri tjetrin, me përkrah njëri tjetrin. Ai është qëllimi e suksesi i gjithë, se nuk ka sukses pa bashkim. Pas meshës së shenjtë, ishte parapar edhe kremtimi i traditës shqiptare, një aktivitet i lirë, i zhvilluar në natyrë, në të cilën marrin pjesë shqiptarët të gjitha krahinave, duke e prezantuar traditat shqiptare dhe duke kaluar një ditë zbavitëse me aktivitete të shumta sportive, kulturore e shoqërore.
në Amerikë. Por ti je nga Malësia me prejardhje, apo jo? Po, baba e mama janë nga Malësia, prej Trijeshi. Dhe ju flisni shumë bukur shqip, do të thotë me familjen tuaj e ruani gjuhën shqipe. Baba e mama gjithmonë kanë folë shqip në shtëpi, atër janë shumë e kam mësua, vetë kam tej shumë me gjyshen, edhe ajo gjithmonë ka folë shqip, so do me thënë edhe vetë e kam mësua. Por Malësia, na vjen Malësi? Po, në Malësi kam marrë disa herë me familje, tash 2-3 vjetë jam kanë, por jam kanë pak ma parë, dhe kam tej disa javë me familje, kem shëtit e kem tej fort bukur. Ju shohim këtu në bashkimin e shqiptarëve, merr pjesë në këto bashkime ku janë shqiptarët? Gjithko që janë shqiptarë, gjithmonë bëhet bashkimi i madh, gjithmonë. Do na vish në Malësi përsëri? Jo. Jo këtë verë, po verën tjetër ndoshta do një tjetër. Si mjet jam të më shku në Itali, se unë si mjet martohem, por bela sot i vjetë kam qenë marrë në Malësi e me i kalzua buris ku ka le mame e baba, mu kalzua se prej ka jam, e kam qenë marrë në Malësi bela sot i vjetë. Ju presim atëre, kalosh sa më. Okej, faleminderit. Kushtet meteorologjike e ndërprejnë këtë aktivitet të lirë, i cili ishte i paraparë të zgjaste gjithë ditën. Edhe pse të reshurat e shiut të ndaluan aktivitetin gjatë ditës, ato nuk penguan për mbrëmjen argëtuese të organizuar nga Kisha Zoja e Shkodrës, që kishte përgatitur në sallë të kishës. Në këtë mbrëmje argëtuese, të gjithë të pranishmit i argëtoi këngëtari Gzim Nika. Oh,